Udhëtimet të rigjenerojnë shpirtin, I japin kuptim pushimeve, të cilat mezi priten nga kushdo që ka kaluar një vit të lodhshëm. Dhe sapo e gjejmë mundësinë për arratisje nga e përditshmja, zhytemi të gjejmë informacionin se ku mund të shkojmë dhe kalojmë ditët tona të relaksit. Kërkimi merr kohë, zakonisht na dalin që I kemi parë një herë ose vende që kanë një fluks të jashtëzakonshëm pushuesish. E kështu në kërkimet tona, që nuk e kishim menduar se do të na merrnin kaq shumë kohë, fillojmë dhe mërzitemi. Por nëse na ndiqni neve në këtë reportazh, po ju arindezim shpresën për një aventurë të re që ndoshta nuk e kishit e imagjinuar se qëndron pikërisht këtu, poshtë urës së Komanit. Në fakt jemi mësuar të shohim subjekte të vendosura, buz detit, më radh buz një lumi, të shohim në shpatë malesh, apo strukur në një kodër të gjelbëruar. Te njëra do të na mungon të freskia, te tjetra prezenca e ujit, pra vështirë që të gjenim të gjitha kushtet një herësh. Dhe ja ne, ju kemi gjetur një vend as pak luksoz në dukje, që ju të mos trembeni nga çmimet, por që I ka të gjitha gjërat e duhura të përqendruara në një vend. Vërtet që ndodhet poshtë urës së Komanit, nga ku dhe ka marrë emrin Bujtina ura e Komanit, por gjeni gjërat ideale për t'u dashuruar me këtë vend. Është pikërisht vendi ku bashkohen ujërat e liçenit të Komanit me ato të Vaudejës. Të kënaq gjithë kjo sipërfaqe ujore e ndodhur mes maleve që e rrethojnë e ku mes tyre është ndërtuar pikërisht ky oazë I gjelbërt. Bujtina ura e Komanit nuk është ndërtuar së fundmi. Ajo ka 24 vite që ushtron aktivitetin e saj këtu. Bile ajo ka qenë ndër ndërtimet e para në formën e një kampingu natyror që njerëzit e thrasin kamping natyra. Ka qenë një vend totalisht I shkret, ku askujt nuk do t'i kishte shkuar mendja se mund të transformohej. Por kjo donte këmbgulje dhe vullnet t'i pare që I kishte Mark Deda, I mbështetur edhe nga familja e tij. Me punën që është ba, ndërtimet gjitha këto pemë janë mill para 23 vitesh, 24 vitesh. Edhe arritëm ta kthejmë janë punës si tonë, një gjelbrim për pushuesit që mund vinë, që mund të pushojnë rahat. Është dashur një punë kolosale për ta kthyer nga një vend të gurtë me zall në një vend plot pemë që gjelbërojnë dhe krijojnë një freski të jashtëzakonshme për çdo vizitor këtu. Dhe kësaj freskie I bashkohet edhe flladi I lumit pranë. Ky gjelbërim është thirrja e parë për çdo vizitor këtu, I cili, pasi është lodhur pak nga rruga, kërkon të freskohet, të pushoj pak, të marrë veten e të vijojë më tej. Pak nga pak vendi u zgjerua dhe u krijuan ambiente të favorshme, diktuar edhe nga kërkesat e vizitorëve, kryesisht atyre të huaj, të cilët më së shumti udhtojnë me kampri, mjete që ndryshe themi me shtëpi me vete. Kjo ka të përmasa për 4.000 metra katrore, pra që mund të pushojnë rreth 40 veta edhe mund të sigurojmë në hotel. Për makinë kamperat këto mund të pushojnë rreth 50 makina. Këtu mund të strehojnë deri në 50 kampri, po ashtu për vizitorët e tjerë, ka dhoma në dispozicion që ta kalojnë natën këtu, të pushojnë dhe kemi bindjen se do të zgjedhin të qëndrojnë edhe më gjatë, ashtu si ky çift simpatik nga Gjermania, të cilët e kanë marrë me nge dhe nuk nxitojnë të vazhdojnë në udhimin e tyre. Nisëm nga një prezantim I vogël. My name is Ahad. Emri im është Akat Sifrit dhe jam nga Gjermania. Oh, well. Emri im është Kristina nga Munich, Gjermani. Hera para që vini në Shqipëri apo jo, keni ardhur dhe herë të tjera? Hera parë. Si e keni marrë informacione për të ardhur këtu? Çfarë dinit më përpara për Shqipërinë? Well, we are thinking about Plani ishte të bënim një udhim të vogël këtë vit, sepse ishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 6 javë vitin e kaluar. Pastaj po kërkonim për ndonjë hotel në plazh. Menduam se këtu ishte një shtet shumë I mirë për të marrë
Një makinë me qira dhe për të lëvizur në këtë shtet. Found out Po vendin këtu si e gjeni? A është një vend i përshtatshëm për të ardhur me kampri? It's a nice place. Është vend i mirë. Është i qetë, çdo gjë thjesht, e rehatshme këtu. comfortable. You know? Nga këtu ku do vazhdoni? Ku do shkoni prej këtu? Oh, we haven't made up our minds yet. Maybe we go to Tet. Akoma nuk e kemi vendosur, po ndoshta do të shkojmë në Theth, në Male, por akoma nuk e kemi vendosur. We haven't made a decision yet. Si ju duket vendi në cilin ndodheni dhe kur keni ardhur këtu? Oh, 2 days ago. Para 2 ditëve kemi mbërritur në Shqipëri. Ju pëlqen vendi këtu? Çfarë të pëlqen në këtë vend këtu? It's quiet and we are looking forward to Është qetësi dhe duam ta ndjekim rrugën drejt lumit Shalës. Jemi të gëzuar dhe emocionuar që do shkojmë. Uji është i pastër dhe më pëlqen qetësia këtu. It's quiet. Yeah, that's the most important thing for us. Okej. A e patët problem me rrugën për të ardhur deri këtu? Pra rrugën e Komanit e patët problem që ishte një rrugë e vështirë? Let's say it was pretty adventurous. E ishte një rrugë shumë për aventurë. Ishte si një It sfidë. was a challenge. Në gjysmë të rrugës menduam të ktheheshim, por vendosëm të vazhdonim. We took the challenge, so we did it. Ja vlen pushimet në Shqipëri? Ja vlen që të vihet në Shqipëri dhe pse ja vlen pushimet në Shqipëri? Kanë kosto më të ulët, kanë vende të reja për ju? Çfarë konkretisht? To discover a new country for us. We haven't been here, so to see people, to see Ja vlen për të parë njerëzit, vendet këtu. Kemi të bëjmë me një vend familjar. Për të parë këtë shtet, shka tre për ne. Pra, për të parë vendet të reja. Kjo është gjëja më e rëndësishme për ne. to see new places. That's the most important thing for us. Ta kaloni sa më mirë pushimet mbarë në Shqipëri dhe të vini sërish. Shkëmbinde avi bukurin e vetë, Gjerbrembi e bukurin e vetë, Liçeni e bukurin e vetë. Vizitorët në bujtina ure e Komanit janë të lirë të zgjedhin nëse dëshirojnë ta sjellin ushqimin me vete apo të provojnë gatimet bio këtu. Këtu ishte pjesë e madhe marrë ushqimit dhe me vete, por që këtu mund t'i gjejnë thuaj se gjitha ushqimet tradicionale të zonës. Që ishte mishi i përlikut, të suprat, edhe sipas dëshirës së ret mund përgatiten edhe mund të servijojnë edhe gjana si disa rrinë me kajdi, 2, 3, ndoshta me jau. Për fat të mirë, familjarët tashmë kanë krijuar lidhjet e tyre në fshat, nga ku marrin prodhimet bujqësore e blektorale, por prodhojnë edhe ata të tyret, mjaft cilësore dhe të shijshme. Kryesisht mishi i kecit, mishi i gicit, mishi i viçit, edhe produkte tjera, si thonë pula që rritet vetë pothuajse së natyrës. Ardhja këtu mund të shoqërohet me variacione të shumta. Mund të ngjitesh në Bjeshk apo të shohësh varrizat e vjetra të Komanit me një vlerë tepër të madhe kombëtare. Mund të lundrojmë nga këtu për në liçenin e Vaut të Dijes dhe Anasjelltas, të vijojmë më tej për në lumin e Shalës, një vend që vitet e fundit është bërë kryefjala e turizmit shqiptar e të tjerë. Por imagjinoni këtë vend si një pikë e mirë referimi për të bërë të gjitha këto. Disa zgjedhin të qëndrojnë buz liçenit, ku dhe kërkojnë të u shërbehet dreka, të tjerë të pushojnë në dhomat e freskëta, të cilat janë të tilla edhe në këto ditë të nxehta qershori. Po vinë shumë me motora, vinë kështu me vetura edhe kryesisht 50% kërkojnë natyrën për të pushuar jashtë me çadra. Çadrat i sjellin me vete, kryesisht janë pak që kërkojnë çadra këtu, por që gjithmonë i sjellin me vete. E ndërsa udhëtarët që vinë përmes rrugës së Komanit në bashkinë e Vaut Dejes ndihen të lodhur, fare mirë këtu, qoftë dhe autobusët, mund të ndaleshin. Shpesh ata presin shumë në kalat të diga, pasi rruga në hyrje bllokohet për shkak të fluksit dhe mungesës së parkimit. Ndërkohë që këtu mund të qëndrohet qoftë dhe pak orë për të shmangur fluksin atje. Këtë punë e ka ndorë bashkia, ka bë parkingjet, nuk ka asnjë rregull, kanarët kanë marrë edhe firmat biletësmënsisht, që nuk lejon makinat me ndaj se bllokohet rruga me 100 herë, që ndoshta sikur vdesin njëri, nuk mund dalshin kalat. Pra këtë ka ndorë gjithmonë bashkia për të bërë rregull. Allah deri sot nuk kanë vendosur asnjë gjë. Pra, ne rrim bosh
makinat ikun sipër, bllokohet kalata, disa ka policia Shkodrës për të zhbllokuar kalatën. Ka që një parkullësi e jashtëzakonshme, sidomos nga hyrja e tunelit deri pothuajse te postbllokut që nda postbllokut i policisë. Një arsye se përse mund të ndaleshim këtu është edhe një fakt i pakundërshtueshëm. Mark Deda ka qenë banor i parë në Koman, por dhe më gjërë që e bëri të njohur lumin e Shalës. Rreth 14 vite më parë, teksa u ndalëm këtu pas gjerimeve të një reportazhi me piknisje nga Vaudejës, ai na sugjeroi të shihnim një vend të ri, që as Marku nuk e dinte se ekzistonte, por ishin 3 çek që e kishin drejtuar pa kohë më parë atje. Ndoshta siç është zbulu, se edhe mu për vete ma kanë zbulu çekt edhe polak. Se ku bjen lumi Shalës. Po që edhe vetë nuk e kisha ditë. Po kur kam pa një mrekulli, atëherë kena vazhdu besorista, e kena që atje se kërkoshin e vetë se ku bjen këj vend. Atëherë erdhe duke zëru, por që ashton në Harres, linja, Vaudejës Koman edhe Rogam Koman. Pra që mund tjetë në ashtë një bukuri prep ma rrallë se sa ajo e Koman lumi Shalës. Po, më bëre përshtypje gjatë rrugës, shiko këtu, shiko aty, bile kishin lullzuar edhe disa bujtina gjatë rrugës, e? Po kanë fillu me shtu njerëzit, por që mund tjetë më bukur udhëtimi me licencë sa me makina. Në emisionin Pushosh Shqiptarçe, një vit më parë ne realizuam një lundrim nga Ragami në liçenin e Vaudejës për të mbërritur në liçenin e Komanit dhe përjetuam emocione të jashtëzakonshme duke e zbukuruar vende të reja. Të gjitha ato erdhën bukur në emision edhe si një sugjerim i ri për udhëtarët që shkojnë drejt lumit të Shalës. Ata mund të shmangin rrugën me makinë dhe shijojnë lundrimin me varg ose anije. Imagjinoni një orë me lundrim dhe ju mbërini në Koman, e mëtej, një pushim relaksues pas lundrimit pikërisht te bujtina ura e Komanit. Po edhe si kur rruga të ishte, unë kam përshtypjen se shfrytëzimi i lundrimit do të ishte shumë i bukur. Shfrytëzimi i lundrimit do të jetë shumë më i bukur se sa mund gjesh vende për pushime, ndoshta jo për një natë, po edhe një javë, edhe ditë. Po pra, e di që mund ta kërkojnë njerëzit për pushime më mirë se sa për ditën. Unë po mendoja këto nisjet e grupeve të mëdha, se ti the këtu 50 kampera, nisjet e grupeve të mëdha nga Gurizi. Për të ardhur dhe lundruar deri këtu. Edhe pasi kanë parë një mori vendesh, a nuk do ishte mirë të pushoni, ua, qa preso dhe këtu ku po të marrë intervistën dhe të shijonin sa gatime bio, pra të merrnin forcat për të pasur rrugën e kthimit. Se kështu e kanë shqiptarë, duhet ketë një pikë fillim, një pikë fundi që të duket si një sfidë plotë e madhe. A do të ishte mirë një lundrim i tillë? Lundrimi i tillë kanë filluar pothuajse vitin që kaloi, edhe vazhdon normalisht, por që klienta ka më të pak se sa ke parasysh lumi Shalës ose Valbona e tjera. Sepse nuk është vënë la në çarkullim. Të plot. Ka nevojë dhe pak promovimi, ka nevojë që ju të flisni për këtë gjë, edhe të thoni që është shumë e bukur se njerëzit shikojnë vetëm postimet e agjensive, por vetë agjensitë duhet të jenë më aktive në këtë, të sillin diçka të re për klientët e tyre, duke e filluar lundrimin në liçenin e Vaudejës. Në qoftë do bëni një herë këtë rrugë me lice, ndoshta mund ta bëni disa herë më shumë. Sepse është një mrekulli. Unë e kam provuar vjet, kemi bërë një emision për këtë, edhe do donim vazhdimisht ta promovonin se është me të vërtetë një mrekulli. Në fakt, teleshikuesit nuk duam t'i bëjmë pesimist për rrugën. Punime për rikonstruksionin e saj po vijojnë dhe Ngerçi për shumë vite duket se po shkon drejt zgjidhjes. Por për të shmangur punimet gjatë rrugës, edhe pse aventurat e përfshin këtë, ju fare mirë mund të zgjidhni krahun e lundrimit Ragam Koman përmes liçenit të Vaudejës. Një familje me energji mjaft pozitive do ju pres në bujtinën ure e Komani, që ashtu si dhe emri ndodhet pikërisht poshtë kësaj ure. Ato që vinë tu, besoj që nëse vini herë do vinë ndoshta disa herë tjera që do dalin shumë të klasëm.
Dhe ndërsa kemi vizituar gjithë bujtinën, familjarët Deda na ofrojnë një drek me gatime tradicionale, ku gratë këtu janë kuzhinierë të vërteta dhe me duar të arta. Është ajo që thamë ne pak më përpara, gatimet bio, tradicionale të zonës, që ti i përgatite kaq shpejt dhe unë thash, kur e gjeti kohën, kuzhina këtu tek Marku ti bënte gjërat kaq gati. Pra ne këtu kemi mish keci, ë? Mish keci, mish i pjekur furr, kalla mish foligut aty pothuajse pjekën hell. Pra këto i gjen në çdo ditë të verës që të vinë. Pothuajse janë zakonshme, traditë. Dakor, bukur. Dhe këtu kemi një byrek që unë s'ma mori mendja se dhe byreku do ta bëje për kaq kohë që erdha unë. Ky është i byrek me është tradicionale. Tani ka gatuar gruaja jote dhe unë e pash ishte zonjë grua ajo, me siguri mjeshtre në gatim. Atë keni shefin e kuzhinës, ë? Atë kemi shefin e kuzhinës, që thotë që për e moshu kuzhinën. Bukur, edhe tushi që i gatuani vetë, patate, sallata, djathi këtu afër, ë? Të zonës, të zonës të gjitha, sa mrekulli. Edhe sa të shijon ushimi këtu në ajrin e freskët, me një shoqëri shumë të mirë që ndodhemi këtu në tavolinë. Me atë qetësinë, e di çfarë më pëlqen këtu te lokali jot? Shkon te lokalet e tjera që fusin një muzikë tallava dhe unë e urrej për vdekje. Dhe sa këtu dëgjon të gjitha sicerimat e zogjve dhe të gjitha tingujt natyral. Prandaj është relax këtu. Pothuajse muzika nuk e kemi shumë me qef, edhe pothuajse edhe thujt kërkojnë më shumë një qetësi. Po qetësi, jo. Donë pothuajse nëse ne në muzikë do të sa më lehtë, sa më qetë. E kuptoj. Tani kur llogaris sa vite jemi në tavolinë dhe sa ushqim ke sjell ti, sa kile do shkojmë ne në Shkodër? Apo nuk shëndoshemi kaq shpejt? Do në kohë për të shtosh. Do në kohë, Do të bëj javë me 10 diqa për 10 diqa. Por do e shijojmë me të vërtet jashtëzakonisht mirë dhe janë një arsye përse mund të vihet tek bujtina ura e Komanit. Ne i shpjeguam dhe gjatë intervistës tonë, pamir kanë folur vetë një relaks i jashtëzakonshëm, ka ardhur koha të krijojmë destinacione të reja, edhe pse vendi këtu ka shumë e shumë vite, por për ju të gjithë që orientoheni drejt digës së Komani për të shkuar te lumi Shalës dhe për të bërë pjesë një fluksi të papar njerëzish, hajde që të soni një herë këtu. Dhe jam shumë e sigurt, nëse e menduar për një orë, do i ndryshoni edhe planet, do i qëndroni shumë më gjatë këtu. Bile nuk është çudi që të vini nga Shkodra apo nga anës dhe ti planifikoni pushimet këtu. Mund të vini me kamper, mund të vini me çadra, që e tham edhe më përpara, dhe të kënaqeni. Lumin ose liçenin e kanë shumë afër aty. Pothuajse buzë bukur, nuk është i thellë, tani nuk ishte edhe shumë ujë, i rehatshëm edhe për fëmijë. Po ndrojnë. Kujdes, kush është me zemër tani, s'mbajnë përgjegjësinë. Mos hynë të liçenin, sa shkruaj për të pi. Nuk është çudi që aty të deportoj dhe ndonjë peshk Luciperk. Nuk e kanë dëgjuar fare këtë emër ata. Është Luciperka, është trofta, të dyja. Bukur, Luciperkën do i dallojnë, se Luciperka shkëlqen si sermi. E bukur si pasqyra. Janë peshka beqar, po janë shumë shiqur. Po jo të dëmshëm për njeriu, se tremen ca. Nuk është peshka qeno, jo. Kështu që janë peshqit më të mirë pothuajse të lumevet. Okej. Unë të falenderoj, do e shijojmë këtë që keni gatuar dhe shpresojmë të shihemi shumë shpejt sërish. Shumë faleminderit për ardhen tuaj herë. Në një se të vini, e të mirëpritur pothuajse çdo lloj kohe.